Halla e 15 vjeçarit të vrarë në Durrës Erion Boba ka dalë në shenjë proteste duke kërkuar drejtësi për nipin e saj. Barie Çupi rrëfen dhimbjen e familjes, teksa i bën thirrje shoqërisë të reagojë për të tilla ngjarje, pasi rasti i Erionit nuk është vetëm i tyre, por i të gjithë prindërve, që duhet të reagojnë ashpër që nesër mos të gjenden në situatën që sot janë ata. Të tregon një rënje të ndërgjegjes njerëzore, të dhimbjes, madje da them dhimbjes kombëtare. Neve na iku djali, nuk na kthehet më ai djalë, sikur bota të përmbyset. Por ka diçka tjetër mbrapa, se prindrit që janë sot kudo në çdo familje, apo mësues nëpër shkolla, mjek nëpër spitale, kudo që janë, do dinë një gjë, që nesër mund të ketë një Erion tjetër, si Erioni, si Martini. Dhe kjo është plaga që le Erioni mrapa. Thikat e Erionit janë në çdo zemër shqiptare sot. Nuk janë vetëm tek ne. Thikat e Erionit mund të jenë thikat e dikujt, e një fëmie tjetër nesër, e lut Zoti që mos i ndodh kujt më, por kjo neglizhencë e popullit shqiptar apo e gjithë prindërve tregon që edhe drejtësia për Erionin është shumë e vështirë. Çupi kërkon zbardhjen e ngjarjes, pasi sipas saj Erioni nuk ka pasur lidhje me sherrin dhe përveç arrestimit të autorit, Halla kërkon edhe identifikimin e shokëve të tjerë të tij që kanë qenë pjesë e konfliktit. Të zbardhet çështja dhe të marrë dënimin që meriton, sepse nuk ishte vetëm një vrasës, ai kishte edhe 2-3 shokë tjerë bashkë me atë. Të gjithë të shkojnë para përgjegjësisë. 15 vjeçari Erion Boba u plagos me thik në pjesën e gjoksit pranë zemrës më 25 nëntor, vetëm pak minuta larg nga shkolla Dom Nikol Kashori, ku mësonin të dy nxënësit e përfshirë në konflikt. Sherri mes Erionit dhe 14 vjeçarit me iniciale MK nisi nga një koment në rrjetet sociale dhe ofendimet që vazhduan më pas edhe në shkollë, të cilat degraduan në plagosin me thik të 15 vjeçarit, i cili gjeti vdekjen pas 10 ditësh në spitalin e Tiranës.